Ku mund ta padis punëdhënësin? Në shumë raste largimet nga puna në Kosovë zhvillohen pa procedurë. Çdo i punësuar do të di se cilat janë hapat për shkëputjen e kontratës së punës. Po ju japëm disa rregulla praktike të cilat domosdoshmërisht duhet të zbatohen gjatë shkëputjes së një kontrate. Sipas ligjit, kontratat mund të shkëputen me vullnetin e palëve. Kjo nënkupton se palët janë dakorduar për të shkëputur kontratën dhe kjo procedurë zhvillohet me dakordim. Por i punësuari duhet të ketë njohuri se shkëputja duhet të jetë shkruar në një dokument ku dakordohen edhe pagesa për ditët e mbetura të pushimit dhe obligimet e tjera. Pra, marrëveshja për shkëputjen e kontratës duhet të jetë shkruar. Kontrata mund të shkëputet edhe me vullnetin e një anshëm të njerës apo palës tjetër. Në këto raste, paralajmërimet vijnë të paktën 15 ditë përpara dhe gjithmonë paralajmërimet duhet të jenë të shkruara. Padyshim që zgjidhja më e vështirë është shkëputja e dhënshme. Ju duhet të dini që punëdhënësi nuk mund t'ju largoj nga puna veç pse ai dëshiron. Ligji i punës mbron punëmarrësin dhe i vendos punëdhënësit detyrimin që të respektojë procedurën disiplinore përpara çdo vendimi për pushim nga puna. Punëdhënësi nuk mund t'ju largoj menjëherë nga puna, pa arsye të lehtëshme dhe pa prova. Procedura disiplinore zakonisht përfshin njoftimin e punëmarrësit për shkeljen e pretenduar, dhënien e mundësisë për t'u shprehur dhe për t'u mbrojtur, mosa graduale, vërejtje, paralajmëri me shkrim dhe vetëm në raste të rënda, të argumentuara, mund të merret mosa e largimit nga puna. Largimi menjëhershëm pa procedurë lejohet vetëm në rastet jashtëzakonisht të rënda, të përcaktuara qartë nga ligji. Për shembull, shkelje shumë serioze dhe edhe atëherë punëdhënësi duhet të justifikojë vendimin. Nëse jeni larguar nga puna pa paralajmërim dhe pa procedurë disiplinore, ju keni të drejtë të kërkoni shpjegim me shkrim, paraqesni padinë në gjykatë dhe të kërkoni dëmshpërblim ose rikthim në vendin e punës. Njohja të drejtave tuaja është hapi i parë për të mbrojtur nga padrejtësitë në marrëdhënien e punës. Raportoni shkeljet në kallzo.com ose në 044 22 44 98.